Nuk ka grua së cilës i vdesin 2 fëmijë të vegjël në moshën madhore, e që bën sabër, e që nuk kanë me qenë mburoj perde e xhehenemit për prendet në ditën e Kiametit. Një grua tha ja Rasulullah, po edhe nëse vdes një, tha edhe nëse vdes një. Fëmiu në ditën e Kiametit lypi Zotit me taku babën e nanën, lypi me shafato Zot bënë, mos me shtyp babën e nanën në xhehenem, edhe nëse meritoj. Pejgamberi alayhis salam shka në hadith të Buhariut, një grua thot ja Rasulullah, burra po jap shumë ders. Caktoj një kohë për neve. Për gra? Grua meqme. Pejgamberi thot po. Dhe shkan ju jap ders. I këshillan, ndërtoj, thot, mes këshillave. Nuk ka grua së cilës i vdesin 2 fëmijë të vegjël në moshën madhore, e që bën sabër, e që nuk kanë me qenë mburoj perde e xhehenemit për prendet në ditën e Kiametit. Një grua tha ja Rasulullah, po edhe nëse vdes një, tha edhe nëse vdes një. E që me këtë hadith, ai i bekuar alayhi salatu wassalam, do mi përgëzu nanët, për dhe babalartë, të cilve ju vdesin fëmijët e vegjël. Sahi është një sprovë, por bëni sabër, sepse keni mja pa hajrin që atë fëmijë me emër të Zotit në ditën e Kiametit, ndoshta shumë më shumë se sa që u ashehni hajrin ju 2 prind krejt fëmijëve tjerë që keni 3, 5, 7 këtë dynja gjallë dhe i leni për mes. Bë sabër. Perde e xhehenemit. La ilaha illallah. Fëmiu në ditën e Kiametit lypi Zotit me taku babën e nanën, lypi me shafato Zot bënë, shafat, mos me shtyp babën e nanën në xhehenem, edhe nëse meritoj. Sepse ata nëse i drejt për xhenet, ka që thot mos me shtyp në xhehenem. Po thot bëmë ta bashkë. Por nëse meritojnë, e që i bije, kanë bërë vepra të këqija, Allahu na ruajt. Sepse jo tanë muslimant kanë me hyrë në xhenet drejt. Jo. Një numër i madh muslimanëve, sa të do Zoti, kanë me hyrë në xhenem. Por dallimi mes këtyre që kanë me hyrë në xhenem, se musliman që kanë qenë, dhe mes atyre që janë muslimanë shumë i madh, ndër këto dallime, dallimi i muslimanëve, qëndrimi i muslimanëve në xhenem është përgjithmonë, ndërsa qëndrimi i muslimanëve në xhenem është përkohësisht. Balli del, sa të dush. Allahu na ruaj. Tamam? E fëmija bën shafat për prindin.